92-97, jo përfaqësues në ekzekutiv, por president, dhe ka qenë 2005-2013, dhe të mos harrojmë në fund në 97 ka dhënë dorëheqjen si president, sepse nuk ishte vetëm vitin e parë mandatit, dhe më tutje mbaroi në vitin 2013. Fitoi Partia Socialiste dha dorëheqjen nga kryetari i Partisë Demokratike. Pra gjithsej, 58, 13 vite, po themi i lidhur me pushtetin, kurse drejtues ekzekutiv vetëm 8 vite. Shërbim tek zoti Ilir Meta. Zoti Ilir Meta ka qenë rreth 2 vjet kryeminist në ekzekutiv. Në rregull? Po ti mbledhi? Dhe ka qenë rreth 1 vit dhe më tutje flas si kryeminist, dhe ka shërbyer në periudha të caktuara të shkurtra si zëvendës kryeminist. Do në ekzekutiv nuk i bën as 3-4 vite. Ka qenë kryetari i parlamentit, kuptohet që s'kishte asnjë lloj funksioni ekzekutiv, s'kishte lidhje as me fonde, as me financa, as me tender, as me fonde publike, as me gjë, dhe 5 vjet ka qenë një president ballë për ballë në opozit, sepse ka qenë një majoratë e cila luftonte për jetë vdekje derisa bëri të pamundur dhe ta shkarkonte donse dështoi në gjithë tentativat e veta. Dhe një herëzi për qëndruar zoti Meta në 2-3 rrethana politike të caktuara për arsye politike dhe pas një lloj përgjegjësie të drejtë për të tjerë, dha dorëheqje, duke futur dhe një dimension, pra që në momente të caktuara për të dhënë zgjidhje, një njeri politik i përgjegjshëm vjen në dispozicion zgjidhjeve. Tani jati më përballë. Fatosnano ka qenë 4 vjet e gjysmë kryeminist, po të mbledhësh të tëra bashkë. Po marrim këta lider opozitës se nuk na duhet, Fatosnano është andaj. Pra, 26 vjet ky, dhe kurse të gjitha vitet e bëra së bashku të Sali Berisha dhe Ilir Metës në ekzekutiv, nuk bën asaj gjysmë Edi Ramës. Tani çfarë do thotë? Do thotë që gangrena e pluralizmit shqiptar, gangrena që futi dimensionin e korrupsionit të frenuar, tashmë të ngritur në nivelin madhështor, po themi të narkoshtetit, në thonjza këto gjitha, pra në nivel të pa imagjinueshëm, të pa përfitueshëm, është Edi Rama. Pra sëmundja e madhe, kanceri i pluralizmit dhe edhe i funksionimit politik shqiptar vazhdon të bëhet Edi Rama. Faktet janë komfort. Sa do të duan të ikin këtyre fakteve, sa do të duan të shmanget, këto janë të vërteta, të pa diskutueshme, historike dhe politike. Dhe çdo lloj propagande, çdo lloj llomotitje, dërdolitje mund të vazhdojë të funksionojë sepse paguhen. Vazhdojnë inceneratorë të paguajnë media. Absolutisht po. Narkotrafikantët paguajnë media, gjithë deputetët gjitha, por të vërtetat këto janë. Ky është njeriu që përbën gangrenën e pluralizmit shqiptar. Ndërsa liderët e opozitës kanë dhënë prova në të gjitha rastet që njohin institucionin e dorëheqjes, që vjen në dispozicion të zgjidhjeve më të mira, edhe kur kanë pushtet. Limeta ka dhënë dorëheqje nga kryeministri pa pas asnjë arsye, vetëm për t'i hapur rrugën integrimit evropian, për të zgjidhur gërçin politik, për të mbajtur përgjegjësitë e pavarësisht që ishin të tija, po të Partisë Socialiste për dushkun e bërë me atë kohë etj. Ndërkohë që ky ka 3 çrregull në qeverisë në Burg, gjysmën e kryetarit të bashkimeve në Burg, kush e disa deputet brenda e arri edhe po ta shikoni atje, është tamam si gjelin pleh. Këtë është plehu i korrupsionit dhe sigurisht zoti Vasili, akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama kanë qenë të hershme, siç e përmendet edhe ju, Komisioni Olldashi, madje edhe në 2013